Mirë se erdhët në këtë speciale të radhës për seansën e konstituimit të Kuvendit të Kosovës, ku deputet do të mblidhen në tentimin e 21 për të zhbllokuar zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit në mënyrë që të mund të vazhdohet më tutje me procedurën për votimin e qeverisë së re. Deri më sot, siç e keni parë, nuk ka ndryshim të qëndrimeve nga partitë politike për t'i dhënë fund blokadës. Në njërën anë, Lëvizja Vetëvendosje, si partia e parë që ka dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit, e ka të drejtën ekskluzive për propozimin e kandidatit për kryetar kuvendi, e cila ka përsëritur vazhdimisht se nuk do ta ndryshojë nominimin e deputetës Albulena Haxhiu për krye parlamentare, dhe në anën tjetër, partitë tjera, PDK, LDK dhe koalicioni AK-Nisma, po kundërshtojnë mënyrën e votimit të fshehtë, si dhe kandidaturën e Albulena Haxhiut. Në fakt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka përmendur 2 deputete Vetëvendosjes, Saranda Bugujevsin dhe Shqipe Selimin, por së fundi edhe emri i ish kryeparlamentarit Glauko Njufsa del emër i pranueshëm për AK-n e Haradinajt. Mirëpo nga Lëvizja Vetëvendosje thonë se kjo është çështje e partisë fituese dhe askush s'mund t'ja diskutojë vendimet e saj. Para se të vazhdojmë tutje me aspektet më të rëndësishme të sagës për konstituimin e kuvendit, ju njoftojmë se do të lidhemi drejt për drejt me koleget tona Edona Podvoricën, e cila ndodhet në hyrje të ndërtesës së kuvendit, dhe Alinda Sejda, e cila sot ndodhet në hollin e kuvendit, për të parë nëse pritet apo jo, mund të ketë ndonjë ndryshim ose ndonjë risi në seancën e sotme. Do të provojmë të lidhemi fillimisht me Edonën, me që ndodhet jashtë kuvendit. Përshëndetje Edona, dhe a mund na thuash, a ka nisur të vijnë deputet dhe si është sot disponimi? Mund të kesh vërejtur ndonjë ndryshim për ditën e sotme? Vlora, nga ajo çfarë kemi parë ditëve të fundit, nuk është dhënë sinjal për lëvizje të çndrimeve, ndërkohë që pak deputet kanë arritur në këtë të diele që shënon tentimin e 21 për konstituimin e plot të Kuvendit të Republikës së Kosovës, legjislaturës së 9 të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, ndërkohë që këtë mëngjes ka qenë vetëm deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, që është prononcuar për mediat dhe që ka thënë se realisht presin që ndryshim të bëj Lëvizja Vetëvendosje, duke aluduar në ndërimin e emrit të kandidatit për kryetar të kuvendit, në të rast deputetës Albulena Haxhiu, që për 12 herë, Vlora, nuk ka arritur fare të vihet në votim emri i saj, duke qenë se kryesuesi i seancës, deputeti më i vjetër Avni Dehari, ka tentuar që në kuadër të kësaj procedure të konstituimit të plot të kuvendit të fusë një tjetër formë të votimit, nga ajo e hapur në votim të fshehtë, ndërkohë që për 12 herë nuk ka arritur të formohet në fakt asnjë komision i cili do të mbikëqyrte votimin e fshehtë, diçka që, siç e thatë edhe ju në studio, vazhdon të kundërshtohet ashpër nga Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Social-Demokrate, që është parë se ka indikacione se mund të ketë parafrim me partinë fituese të zgjedhjeve, Vetëvendosjen, në lidhje me formimin e një qeverie të mundshme që mund të dalë pas konstituimit të legjislaturës së 9, por që nga ajo çfarë kemi parë deklarimet edhe të kryeministrit në detyrë Albin Kurti ditëve të kaluara, është parë që nuk ka pasur pajtueshmëri, nëse mund të them kështu, duke qenë se Lima i ka synuar postin e kryeparlamentarit, një pozicion që Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka ndarë për askë tjetër, thot, por vetëm për Albulena Haxhiun. Megjithatë, për 21 herë ky emër është kundërshtuar edhe deklarativisht këtu në hollin e kuvendit, edhe këtu në oborin e kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe që është thënë nga Partia Demokratike që në asnjë rrethon Albulena Haxhiu nuk do të votohet nga ta për kryetarët të kuvendit, ndërkohë që Lidhja Demokratike thotë që nuk e voton asnjë emër nga Vetëvendosje, megjithse thotë se i mbetet Vetëvendosje si parti fituese që të bëjë numrat për të zgjedhur kryeparlamentarin, duke qenë se është parti fituese, dhe po ashtu kërkon një marrëveshje politike, thotë Lidhja Demokratike e Kosovës, në lidhje me zhvillimet që mund të çojnë drejt konstituimit të plot të kuvendit, zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, por edhe nën kryetarëve, diçka që i hap rrugë pastaj
ditëve që rrjedhin si afate kushtetuese për formimin e qeverisë së re të vendit, 15 ditëshit të mandatarit të parë, që në këtë rast natyrshëm mendohet se do të jetë fituesi i zgjedhjeve kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Kemi 3 emra që tashmë deklarativisht janë përmendur nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që do të votoheshin për kryetar të kuvendit, e që në një formë do të zhbllokonin praktikisht gjithë procesin, nisur nga 2 emrat e parë të 2 grave të vetëvendosjes, Shqipe Selimit dhe Saranda Bogujevsit, 2 emra që ka përmendur kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ndërkohë që javës që tashmë po lëm pas me këtë të diel, ai ka përmendur edhe emrin e ish kryeparlamentarit Glaukon Jufsa, si emër që po ashtu konsensual që do ta votonte për kryetar të kuvendit, por që emrin e këtij të fundit e ka përmendur Kurti si një prej emrave të mundshëm që do të jetë pjesë e ekzekutivit të ardhshëm në rast që do të formohet qeveria nga Albin Kurti, kryeministri aktual në detyrë dhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Kemi parë pak minuta më parë 2 deputet nga radhët e listës sërbe, që tashmë kanë ardhur në kuvend, e që po ashtu lista sërbe vazhdon të mos marrë pjesë në votim të komisionit, as të propozoj emrin e ndonjë antari të partisë së tij deputeti në lidhje me formimin e komisionit që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë, teksa nuk kanë marrë pra pjesë në votim të këtij komisioni, diçka që ka quar në vazhdime të mëtutjeshme të këtyre të seancës konstituive që do të mund të përfundonte sigurisht në rast që do të kishte një marrëveshje për cilën gjë ende nuk ka indikaciona sinjale që do të mund të ndodhë. Gjithsesi, do të presim që të zhvillohen punimet e vazhdimit të kësaj seance edhe sot dhe do të shohim nëse do të vazhdohet përsëri me tentativën e radhës për formimin e një komisioni që i hap pastaj rrugë votimit ose vënies në votim të emrit të Albulena Haxhiut për krye parlamentare. Natyrshëm mendohet se Albulena do të jetë emri i vetëvendosjes edhe sot në rast që ky komision mund të formohet, duke qenë se kemi parë deklaratat e zyrtarëve të shumë të lëvizjet vetëvendosje që kanë thënë se nuk lëvizin asnjë hap nga emri i saj dhe që emri Albulena Haxhiut është emri i vetëm që ata e kanë për kandidate për kryetare të kuvendit Vlora. Edona, ne sigurisht do të lidhemi her pas here për të marrë më të reja të fundit nga atje ku je ti. Tani do të provojmë të lidhemi me Arlindën, e cila ndodhet sot në hol. Arlinda, a mund të na thuash, kanë filluar të mbledhen deputet dhe a ka gjasa që seancat fillojnë në orën 11 ashtu siç është thënë? Atëherë, sigurisht Vlora pas pak do të flasim për këtë temë, por të shohim nëse do të ketë deklarim nga zonja Adeliu. Jemi drejt për drejt? Vjen kryetari i partisë. Atëherë do të presim që zotëri Memli Krasniqi të deklarohet ndoshta pas seancës. E sa i përket pyetjes tuaj, ende nuk ka sinjal nga lëvizja vetëvendosje se a do të ndroj emrin e kandidatës për krye parlamentare, e që deri më tani ka qenë Albulena Haxhiu, e që në të gjitha përpjekjet deri më tani ka rritur të marrë 57 vota. Pas kësaj, dim që në vazhdimin e seancave deri më tani, lëvizja vetëvendosje gjatë gjithë kohës ka propozuar formimin e një komisioni të fshehtë, e që pastaj do të vije deri tek një proces që do të vije në emrin e kandidatës për të quar në një votim të tillë. Deri më tani kanë arritur disa prej deputetëve, ndoshta edhe nga pamjet që mund të shihen në prapavin time në hol, mirë po si zakonshëm në hol nuk deklarohen as krerët e partive e as deputetët para seancës, kryesisht deklarimet i bëjnë jashtë, por nuk kemi marrë ndonjë sinjal tani për tani se a kanë ndryshuar qëndrim edhe partit në opozit deri më tani për mënyrën e votimit dhe se a do të eventualisht në propozimin e mundshëm të Deharit edhe gjatë ditës së sotme
për formimin e një komisioni të fshehtë që do të çojë deri tek votimi i kandidatit apo kandidatës për krye parlamentar, se a do të propozojnë ndonjë antar për këtë komision në mënyrë që ta mbështesin apo jo. Por nga deklarimet e deri më tanishme, deputeti PDK-s Rashid Çala e ne duhet ta transmetojmë drejt për drejt. Kandidatja e propozuar nuk do të kaloj. Apo ka ndonjë bisedim të paktën për të kaluar nga ky ngërç pas asaj? Me sa unë kam informata, nuk ka kurfar bisedimi, kurfar iniciative nga ata që do të marrin të iniciativa. Edhe një pyetje e cila nuk lidhet me kuvendit, e kemi parë që Serbia ka lëshuar dhe arrest për një zyrtar të policisë Kosovës. Si e konsideroni këtë pas një ngjarje që ndodhi në veri Kosovës, me qenë se keni qenë drejtori i policisë Kosovës? Po shka me prit për një shtet armik, përveç se gjëra tilla, mendoj që policia e Kosovës do ta kryejë punën që ata e kanë mandat dhe mos brengosem fort se çka bën Serbia. Serbia është një shtet jo miqësor ndaj Kosovës, është një shtet armiqësor dhe ne duhet të bëjmë maksimumin që kudo në Kosovë të ketë rënd dhe gjallë tjetër. Apo kontaktuan deputetët e PDK-s për t'i bindur në çfarë do lloj forme që të japin votën pro propozimeve të vendosjes? Nuk kam informatë tillë, mua s'ma ka të kuptuar askush dhe s'mund të më takoj në lidhje me kandidatën e propozuar. Megjithatë, Zubi Shalaj, është sigurisht që krej kjo situata politike aktuale që ka shkaktuar një ngërç të tillë dhe që llogaritet që ka mos funksionim adekuat, a ndihen edhe partitë të tjera përgjegjëse për gjithë atë çfarë po ndodh? Po mos ishim përgjegjëse zot ishim to. Megjithatë nuk merrni pjesë në votim. Drejtën, nuk marrim pjesë në votim për shkak të një veprimi kundër kushtetues dhe kundër rregullores së Kuvendit të Kosovës. Çështja e qeverisë për imponimin e një votimi të fshehtë është në kundërshtim edhe me qëndrimet që kemi si deputet dhe kjo është arsyeja pse nuk marrim pjesë. Pra, qartë, dhe a ka një metodë tjetër përmes së cilës PDK-ja do të mund të ndihmonte zhbllokimin e kësaj situate jashtë abstenimit dhe mos votimit në kuvend? Ne në vazhdimsi jemi duke marrë pjesë në çdo iniciativë, edhe takimin të presidentja, edhe takimin të deputeti Albin Kurti dhe lideri Lëvizjes Vendosje. Dhe kushdo që me iniciativë do të jemi prezant, do të bëjmë përpjekje që të deblokojmë këtë situatë, mirë po asnjëherë nuk do bëjmë një veprim që është kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Pra, dhe sot nuk merrni pjesë në votim. Nëse çështja e Lëvizjes Vendosje është e njëjtë, komisionit. absolutisht jo. Faleminderit shumë, gjithë mirë. Pra, si që kuptuat të nderuar shikues, Partia Demokratike përmes zotit Çalaj tregoi edhe tani që nuk ka ndryshuar qëndrim dhe rinë në pozicionin që kanë qenë deri në ditën e sotme. Ne ja kthejmë linjën sërish Arlindës në Hollin e Kuvendit. Atëherë Vlora, ashtu siç ishim edhe duke thënë, në fakt nuk vërehet që ka ndryshim qëndrimesh edhe nga parti tjera të cilat deri më tani kanë deklaruar që do të kenë qëndrime të njëjta sa i përket mos përkrahjes të një komisioni të fshehtë që do të çojë deri në votim të kryeparlamentarit, e që në këtë rast sigurisht që propozohet nga lëvizja vetëvendosje, sigurisht e dim qëndrimin e deri tanishëm të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila në vazhdimsi kërkon që emri i kandidatës për kryeparlamentare të ndërrohet e që sipas tyre kanë disa prej opsioneve të cilat do t'i votonin. Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon të mbajë qëndrimin e njëjtë, duke theksuar se nuk do të votojnë asnjë kandidat që vije nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, e që në këtë rast si parti e parë sigurisht që i takon të propozoj një antar apo kandidat deputet në këtë pozicion për kryeparlamentar. Edhe Partia Demokratike e Kosovës mban qëndrimin e njëjtë deri më tani, e që tashmë po vazhdon të jetë e 21 hera e vazhdimit të kësaj përpjekje për konstituimin e kuvendit. Sigurisht dime dhe nga deklarimet e kaluara që këto qëndrime po vazhdojnë të jenë të njëjta dhe në këtë pozicion po vazhdojnë ky ngërç, nëse mund ta quajmë edhe politik, që konstituon në fakt me këtë ngërçin e kuvendit fillimisht e pastaj edhe ngërçin e krijimit të institucioneve të tjera. Siç e dim, tër këtë proces sigurisht që e kanë quar në kushtetues
ose Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me disa nga deputet tjerë të partive të tjera nga të cilët janë veç pjesë e kuvendit, e ndoshta nga kushtetuesja do të mirët një përgjigje më konkrete sa i përket këtij votimi dhe procesit i cili tashmë po vijon për të 20 herë. Vlora, në hall nuk kemi asnjë deklarim për momentin, por do të presim se nga lëvizja vetëvendosje ndoshta do të vije dikush nga deputetët apo edhe vetë kreu i saj që deri më tani nuk e kemi parë të ketë hyrë nga halli për të marrë dhe qëndrimet për ditën e sotit e për tutje. Arlinda, po vrejmë që sa më shumë që po zgjatët kjo situatë dhe deputet po përtojnë të deklarohen. Seanca e kaluar dhe tani sot kjo e sot mja duket sikur shumë rrallë janë deklaruar deputetët. Në fakt, sigurisht që jashtë kuvendit në hyrjen ku e shfrytëzojnë deputet për të hyrë, ndoshta disa prej tyre nuk e kanë për përtes të deklarohen, por në momentin që vjen në hall është ajo pjesa apo koha pak para seancës dhe padyshim që tentojnë që të vinë në kohën sa më të afërt për të hyrë në sallë plenare, ndoshta për të vazhduar me seancën e që sipas krejt këtyre deklarimeve të deri tanishme dhe qëndrimeve të tyre, edhe kjo e sotmja edhe ky vazhdim nuk është që do të zgjas shumë përveç propozimit të Deharit për krijimin e komisionit të fshehtë për votim e për të vazhduar ndoshta pas 48 orësh, por ne duhet të presim dhe të shohim se si rrjedhoj, si do të vazhdoj edhe seanca e sotit. Sigurisht, Arlinda, ne do të takohemi sërish. Derisa po presim që kryesuesi i seancës, zoti Avni Dehari, ta filloj përpjekjen e radhës pra të 21-ën, vazhdojmë me disa informacione të sfondit të këtij procesi. Në 12 tentimet e fundit deri më sot, lëvizja vetëvendosje ka propozuar ta ndryshojnë formën e votimit, pra që zgjedhja e kryeparlamentarit të bëhet me votim të fshehtë. Këtë mënyrë të votimit po e kundërshtojnë parti tjera, PDK, LDK, AK dhe Nisma, të cilat nuk po marrin pjesë në formimin e komisionit për votim të fshehtë, me arsyetimin se ndryshimi i mënyrës së votimit gjatë procesit është antiligjor dhe antikushtetues. Pra, çështja e votimit të fshehtë u propozua më 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi e propozuara e lëvizjes vetëvendosje për kryetarin të kuvendit Albulena Haxhiu nuk arriti në disa votime të i merrte 61 votat e nevojshme. Pra kjo formë e votimit tashmë është dërguar edhe në gjykatën kushtetuese nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ata thonë se është jo kushtetuese mënyra se si vetëvendosje po tenton që kryeparlamentari të votohet përmes formës së fshehtë dhe i kanë kërkuar kushtetuesës të marrë një masë të përkohshme për ndalim të mbajtjes së seancave, derisa me prioritetet ta trajtojë këtë lëndë dhe ta marrë një vendim. Theksojmë se seanca konsiderohet e finalizuar vetëm pas zgjedhjes së kryetarit dhe të nënkryetarëve të kuvendit. Deri më tani, deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agjendës së seancës konstituive. Raportin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputetëve. Por procesi ka ngecur te pika e 3, zgjedhja e kryeparlamentarit. Më shumë se 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve me 9 shkurtë dhe 2 muaj nga certifikimi i rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 27 mars, partitë politike kanë vazhduar betejën e fajësimit për mos formimin e institucioneve të reja. Lëvizja vetëvendosje që ka fituar 48 mandate është partia e parë e dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit, mirë po nuk po arrin ta formojë shumicën parlamentare, derisa insiston që konstituimi i kuvendit është një proces i ndarë nga votimi i qeverisë. Sipas vetëvendosjes, tentim për të
vazhduar me seancën e radhës, një përpjekje e radhës, a mund të na thoni se a do të ketë ndryshim? Pra jemi drejt për drejt me deklaratën e deputetit të Vendosis dhe shohem se çfarë po thonë. Po si që dini, gjitha seancat le të themi të fundit, kur është insistuar që të kemi edhe një votim me votë të fshet, kam dështuar për shkak të mungesës së votimit për të votuar komisionin i cili duhet ta mbikëqyrë këtë proces, dhe ne kemi mbetur aty dhe aty duhet të vazhdojmë. Pra, edhe sot në agenda është votimi fillimisht i komisionit i cili do të merret me procesin për të siguruar që kuvendi sot me votë të fshet ta votoj kandidatin për kryetar të kuvendit. Ne shpresojmë që sot të kemi një veprim racional edhe një reflektim të opozitës sa i takon kësaj çështje, sepse mendoj që është bërë mjaft me këtë zhagitje të konstituimit të kuvendit. Mendoj që secili nga deputetët e kuvendit duhet të thrasë përgjegjësisë së vet institucionale dhe sot të jetë një le të themi lojtar aktiv në votimin e komisionit, respektivisht edhe vazhdimi tutje me propozimin e kandidatit për kryetar të kuvendit, konstituimin e kuvendit e mandejt vazhdojmë edhe me hapa tjerë të themelimit të institucioneve. Zotëri Hyseni, cilat janë gjasat që lëvizja vetëvendosje ta ndrojë emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit? Në fakt është një çështje që nuk i kemi diskutuar ndonjë ndryshim emri, për arsye se ne po presim një reflektim të opozitës dhe një le të themi pjesëmarrje të tyre në konstituimin e kuvendit, respektivisht votimin e tyre sa i takon komisionit që do të monitorojë dhe do të sigurojë një proces fair të procesit me votë të fshet të emrit të kandidatit i cili do të propozohet, e më pastaj pas votimit të komisionit ne do të bëjmë edhe propozimin e kandidatit për kryetar të kuvendit. A mund të presim sërish një kërkesë për takim me liderët e PDK-s ose edhe të LDK-s në fakt? Po ju e dini që ne kemi një çështje që është në gjykatën kushtetuese, jemi duke pritur shumë shpejt që gjykata kushtetuese të veprojë në këtë drejtim. Unë mendoj që edhe gjykata kushtetuese duhet të thret, le të themi, atë dërgjegjen e vet dhe të na reagojë më shpejt sa i takon një vendimi për një pyetje që është bërë nga Aleanca për ardhmërinë e Kosovës sa i takon votimit të fshet në kuvendin e Kosovës. Është një proces shumë demokratik i cili siguron që deputetët në kuvend të japin mendimin e tyre sa i takon një çështje, në këtë rast një themelimi të komisionit për votim të fshet. Unë mendoj që sa më shpejt që është e mundur, gjykata kushtetuese do të na lehtësonte punën nëse jep një mendim sa i takon pyetjes që ka bërë Aleanca për ardhmërinë e Kosovës në le të themi në çështjen e votimit të fshet në kuvend. Unë mendoj që me këtë çështje le të themi racionale që kemi, me këtë insistim maksimal që të përdoren të gjitha mënyrat e votimit në kuvend me qëllim që të kemi konstituim të kuvendit, ne si le të themi subjekt më i madh në kuvendin e Republikës Kosovës jemi duke bërë maksimumin në drejtim të konstituimit të kuvendit. Mendoj që është në dorën e opozitës të reflektojë dhe të mos e zhagit më shumë këtë proces, sepse mendoj që edhe për qytetarët është e lodhshme, por edhe për ne deputetëve që vijmë këtu shumë shpesh dhe tentojmë me bë konstituimin e kuvendit e nuk arrim, është vërtet një ndjenjë shumë e mirë. Atëherë kemi edhe një deklarim nga deputetja Jeta Satuci. Atëherë deputete, sigurisht edhe një përpjekje e radhës, duam qëndrimin tuaj, vazhdon të ketë qëndrime nga ana e përfaqësuesve të partive opozitare deri më tani, cilat janë pritjet tuaja? Po, si që sekte dhe ju, pra edhe kjo është një përpjekje e radhës që të kontribuojmë në karshi çështjes së konstituimit të kuvendit, si një prej hapave të parë, karshi edhe hapave që i parasheh qoftë baza ligjore, qoftë rregullorja e kuvendit, ku partisë së parë pra i takon propozimi, mirë po çështja është që ndodhemi në një situatë ku nga ana e opozitës pra nuk ka participim të votimit e që e stagnon të tërin si proces, pra ne nuk jemi as në fazën e votimit të emrit, mirë po në fazën e votimit të komisionit për çështjen e votimit përmes votës së fshet dhe mos votimi qoftë me votën për ta miratuar, mirë po as vota kundër për ta rrëzuar, pra si opcion, pra e lën një hendek në këtë proces që na bën që të mbesemi në një pikë statike dhe të vazhdojmë pra në përpjekje të vazhdueshme. Nga ana e jonë, ne kemi bërë përpjekje, qofshin ato procedurale, përmes takimeve që i ka ftu kryeministri Kurti të partive që faktikisht pritet që të kenë kryetar dhe nënkryetar, mirë po edhe përmes përpjekjeve politike të marrëveshjeve politike, kemi pa që nuk ka gatishmëri,
Ne jemi ende në përpjekjet tona që të arrihet pra një situatë ku reflektohet dhe shihet që kuvendi pra përbëhet nga forcat e saj politike dhe varësisht për forcës që kanë subjektet politike, pra përcaktohen edhe funksionet që kanë, pra që nënkupton kryetar dhe në kryetar nga dy subjekte tjera. Mbase kjo çështje është tashmë e quar në kushtetuese, a prisni që nga një lexim nga kushtetuesja do të jetë pastaj më e qartë situata për t'i hapur rrugë procesit tutje? Ka informatat që kam, pra komentet tona vetë se janë dërgu në raport me materialin që është drejtuar gjykatës kushtetuese, ne jemi shumë të interesuar që të marrim pra një përgjigje në mënyrë që të shohim pra se si procedohet tutje, me po edhe si një mundësi për të reflektuar nga ana e deputetëve opozitar që të participohet me votë dhe të jepet një verdikt kësaj situate dhe të vazhdojmë tutje me konstituim të institucionit. Faleminderit shumë, mbase veç është thirrja për të futur në sallë. Atëherë Vlora, ishin këto qëndrimet e deputetëve nga lëvizja vetëvendosje dhe po ashtu deputetës Jeta Statovci e zgjedhur në koalicion me lëvizjen vetëvendosje nga zgjedhjet e fundit dhe sigurisht tani është thirrja për nisjen e kësaj seance dhe po presim që të gjithë deputetët të jenë në sallë për të vazhduar pastaj për t'ju lënë me pamjet nga salla plenare. Po, Arlinda, faleminderit. Pra kemi dëgjuar dy deputet, Driton Hyseni nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Jeta Statovci nga Lista Guxosi, pas të cilëve opozita është fajtore për blokimin për konstituim të kuvendit, meqense nuk po e voton kandidatën për krye parlamentare Albulena Haxhiu. E nga ana tjetër, PDK, LDK dhe AAK janë deklaruar se nuk ka e votojnë zonjën Haxhiu, duke kërkuar reflektim nga vetëvendosje me një kandidat tjetër. E në 8 tentimet e para për të zgjedhur, Haxhiu nuk ka marrë më shumë se 57 vota nga zgjedhjet të nevojshme, derisa pozitën e kryeparlamentarit e ka kërkuar si kusht për koalicion Nisma, e cila ka fituar 3 mandate në zgjedhjet e nënshkurtit. Pra partia fituese, pra lideri saj Albin Kurti, i ka ftuar Lumira Abdigjikun e LDK-s dhe Memli Krasniqin e PDK-s për konsultime më 1 maj. Ftesë kjo që mori përgjigje pozitive vetëm nga Memli Krasniqi, por pa arritur asnjë rezultat. Vlen të përmendet se më vonë, më 5 maj, Kurti ka dërguar një letër kreut të LDK-s Lumira Abdigjiku, duke shprehur vullnetin për koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por që u refuzua sërish nga Abdigjiku. Në krejt këtë situatë krize për sigurimin e shumicës në parlament, Abdigjiku doli me propozimin për një qeveri tranzitore në cilën do të përfshiheshin të gjitha partitë parlamentare. Ideja e LDK-s nuk është pranuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe nuk është diskutuar ndërmjet partive të tjera, ndërsa zvarritja e gjatë e procesit e përfshiu ndërkohë edhe presidenten Osmani, e cila bëri një përpjekje po ashtu më 15 maj, duke i ftuar të gjitha partitë në një tryezë, por as ajo përpjekje nuk arriti ta zhbllokojë procesin. Të nderuar shikues, të presim nëse sot do të ketë ndonjë lëvizje, megjithëse nuk është raportuar se mund të ketë ndryshim të qëndrimeve. Ndërkohë vlen të përmendim se kanë filluar të shpeshtohen edhe thirrjet e faktorit ndërkombëtar që të jepet fund ngërçit dhe të formohen sa më shpejt institucionet e reja. E fundit, shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas gjatë vizitës në Prishtinë tha se të shohim se sa të pranishëm jemi në salë. Po, nga regjia më thonë se po fillon seanca dhe zotri Dehari tashmë po bën verifikimin e deputetëve.
Pra të nderuar shikues, jemi drejt për drejt, siç po e shihni me sallën e kuvendit, ku tashmë kanë ardhur deputetët dhe pritet nga momenti në moment të fillojë edhe seanca e 21, pra përpjekja e 21 për të zhbllokuar nga ngërçi politik në cilin është futur Kosova. Presim që nga momenti në moment zoti Dahari të bëjë dhe verifikimin e deputetëve dhe besoj do të vazhdoj dhe do të procedoj me pikat e rendit të ditës dhe siç dihet është vetëm një formimi i komisionit për votim të fshehtë. Të shohim nëse do të kalojë edhe sot kjo ditë. Kjo pikë, më falni. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar pranishëm, konstatoj se në sallë janë pranishëm 90 deputet dhe mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Vazhdojmë te pika e tretë ku kemi mbetur zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 dhe 23 maj 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj Listën Sërbe ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma ta propozoj një deputet për antar të komisionit. Me që nuk ka propozime, atëherë lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? E 3 deputet kanë dhënë votën për, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, ndërpritet seanca, shihemi me 27 maj në orën 11. Pra të nderuar shikues, se kemi parë që ka përfunduar edhe seanca e 21, pra tentimi 21, pa ndonjë rezultat. Prezent kanë qenë 90 deputet. Pro kanë votuar 53, 1 ka qenë kundër dhe nuk ka patur abstenime. Pra do të thotë që sa ka po vazhdon dhe sigurisht kuvendi do të mblidhet pas 48 orësh sipas rregullores së kuvendit. Do të shohim se çfarë do të thonë deputetët pas gjithë kësaj seancës së shkurtër, e kemi si që duket nga regjia me thonë Vlora Qita. Vazhdojnë të mbesin peng i kryenetësisë së kryeministrit në detyrë deputetit Albin Kurti, edhe nga kjo konferencë këtu i bëjmë thirrje, i bëjmë ftesë që të reflektoj. Qytetarët e Kosovës nuk kanë votuar për blokadë. Qytetarët e Kosovës kanë votuar për të ndërtuar institucione të reja, të cilat do duhet të ballafaqoheshin me sfidat e qytetarëve tonë. Fatkeqësisht,
asgjë nuk është duke ndodhur, i bëjmë edhe një herë apel që të reflektoj në mënyrë që të ecim tutje. Faleminderit shumë, kërkoj falje që s'po kemi dojme më të mira më ju dojmë. Pra të nderuar shikues, si që pam, ishte dhe një seancë pothuajse e njëjtë. Pam tentimin e njës të një sërish të pasuksesshëm. I njëjti skenar, thirrje për formim të fshehtë të komisionit, por që sërish nuk gjeti mbështetje të partive të tjera dhe kështu që seanca e radhës do të mbahet sërish pas 48 orësh, pra me pikën e njëjtë të rendit të ditës. Formimi i komisionit për votim të fshehtë. Siç duket, pra pak më herët patëm dhe deklarimin e Vlora Qitakut nga Partia Demokratike e Kosovës, ku sërish e fajsoi lëvizjen vetëvendosje për bllokim të situatës, për bllokim të votimit për kryetar të kuvendit. Bëri dhe po ashtu thirrje që vetëvendosje të ndryshoj kandidatin. Me ndryshim të kandidatit do të zhbllokohet edhe kuvendi dhe do t'i hapë rrugë formimit të institucioneve të tjera. Por një gjë e tillë nuk po duket se do të ndodhë, paktën sot nuk ndodhi, shohim dhe presim se çfarë do të ndodhë në ditët në vazhdim. Pra, po presim se ndoshta dhe mund të ketë ndonjë deklarim tjetër nga partitë e tjera, por është vërejtur që edhe në seancën e kaluar të premten kanë folur shumë pak deputet pas mbajtjes së seancës, pas mbylljes së seancës. Si duket nuk din as çfarë të thonë dhe nuk kemi pasur vetëm deklarim të edhe atë ditë të Vlora Qitakut dhe të ministrës së jashtme Donika Gërvalla. Shohim sot nëse do të ketë nga LDK një deklarim dhe nga lëvizja vetëvendosje. Pra, siç po thoja para se të fillonte seanca, të nderuar shikues, kemi pasur reagime të bashkisë ndërkombëtare. E fundit që ka reaguar ka qenë shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas gjatë vizitës në Prishtinë, ku tha se Kosova ka nevojë për institucione funksionale dhe stabile. Qytetarët meritojnë përgjegjësi politike e jo krizë pafund, ka thënë Kallas. Po, nga regjia më thonë se tani mund të lidhemi me Arlinda Sejden në hol të kuvendit. Arlinda? Atëherë, Vlora, patëm vetëm deklarimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Në fakt, ishte Vlora Qitaku, ajo e cila u deklarua para pak qastësh, ndërsa pas një rrjedhje të njëjtë të vazhdimit të kësaj seance, sigurisht që do të presim edhe deklarimet të tjera nga partitë të tjera, qoftë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, apo edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, për të cilët dhanë qëndrim edhe para kësaj seance. Nuk e di se si e shohin pastaj rrjedhën e vazhdimit të më tutjeshëm, por siç duket ajo se çfarë po pritet është vetëm një lexim nga kushtetuesja sa i përket krejt këtij procesi, pastaj për të ditur se çfarë do të ndodhë tutje. Sigurisht partitë deri më tani opozitare vazhdojnë ta akuzojnë lëvizjen vetëvendosje sa i përket krejt këtij procesi votimit përpjekjes për formimin e komisionit të fshehtë, që pastaj do të çojë sipas tyre deri në propozimin e kandidatës për kryeparlamentare, e që në vazhdimsi deri më tani ka qenë Albulena Agjiu, por që e njëjta nuk ka pasur përkrahje asnjëherë për votim nga ana e partive në fjalë. Sigurisht që deputetët veç kanë dalë shumica
nga sala plenare, por si duket numri i tyre në prezencë gjatë seancës së sotme ishte më i vogël se herave të tjera, pavarësisht se pati quorum për të vazhduar me pikën e tretë aty ku ka mbetur tash e sa kohë. Nuk e di se cili do t'jetë qëndrimi i deputetëve të partive të tjera dhe po presim se a do të paraqiten pas kësaj seance gjatë ditës së sotme. Ka disa prej tyre që pritet të deklarohen edhe jashtëzakonshëm, mirë po në hall presim dikë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, madje lëvizja vetëvendosje qoftë edhe nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Nuk e kemi parë zotri Limaj nga Nisma tek ka hyrë nga holli këtu, ndoshta përmes pamjeve që i keni pasur nga sala plenare mund ta konfirmoni, e që i njëjti kohëve këtyre ditëve të fundit është aluduar si kandidat potencial për kryeparlamentar për gjatë këtyre ditëve të fundit, por nuk është që kemi marrë ndonjë konfirmim nga i njëjti, por ka pasur deklarime nga deputet të kësaj partije, pra të Nismës, që vetë ai do të deklarohet ditëve në vijim për ta konfirmuar apo për të sqaruar më në hollësi se cili është qëndrimi i tij, dhe ka pasur diskutime dhe vazhdon të ketë diskutime me zotrin Kurti sa i përket një marrëveshje të mundshme politike, e se si e tillë po vazhdon në fakt të propozohet edhe nga partitë tjera. Është Lidhja Demokratike e Kosovës ajo e cila po thekson tash e sa kohë se një marrëveshje politike do ta zhbllokonte tërë këtë proces, pra krijimin fillimisht të legjislativit e më pas të ekzekutivit, e sipas tyre është pikrisht një marrëveshje e tillë propozuar për një qeveri tranzicionale sipas LDK-s gjithmonë, e që është propozuar edhe në takimin me presidentën e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani. Kemi pas deklarimet e fundit sa i përket kësaj ideje apo këtij qëndrimi, propozimi të LDK-s, derisa kanë theksuar se nuk insistojnë ndoshta për një emër në këtë pikë, por gjithsesi që sipas tyre më i propozuari, më i përshtatshmi do të jetë Abdi Xhiku. E kemi pra një deklarim. A jemi gati për krejt? Atëherë edhe sot e pam veprimin e radhës, absurditetin e radhës të partive opozitare në kuvend, cilat nuk morën fare pjesë në votim, në formimin e komisionit i cili e mundson votimin e fshet, njëjtë si vepruan para disa javësh kur nuk votonin raportin verifikues të komisionit për verifikimin e mandateve, që bllokoi për disa seanca me radhë procesin e ecjes tutje, njëjtë bën dhe sot, pra njëjtë siç kanë bërë dhe për shumë seanca radhazi duke vazhduar bllokadën e konstituimit të kuvendit, ndërkohë që e kemi parë që vazhdimisht i kanë arsyetimet e njëjta, por ne siç kemi qenë në fillim jemi dhe sot të gatshëm që t'i përgjigjemi kërkesës për votim duke votuar pro këtij formimit të këtij komisioni, sepse mendojmë që shumë e rëndësishme që të dalim nga kjo bllokadë dhe të ecim tutje me konstituimin e kuvendit fillimisht dhe pastaj dhe kalimin në procedurat e radhës. Kemi parë që s'ka pasur reflektim prej këtyre partive opozitare, pra cilat po vazhdojnë ta bajnë edhe më tutje qëndrimin e tyre të njëjtë sa i përket mos pjesëmarrjes në votim fare, meqense e dim që kjo madje nuk përkon fare as me atë çfarë thuhet edhe në aktvendimet e gjykatës kushtetuese, pra kur decisivisht kërkohet prej deputetit që në këtë proces konstituimi duhet të ketë qëndrim dhe marrje pjesë në votim, dhe janë pikërisht këta deputet të këtyre partive politike të cilët zgjedhin të mos marrin pjesë fare në votim dhe të kontribojnë edhe më tej në vazhdimin e kësaj bllokade që tashmë për javë është shkrijuar në kuvend. Po?
japni qëndrim, s'ku me qujtë bllokus ose insistues ku do mbajtë edhe prej lëvizjes vetëvendosje. Cili është ai qëndrim? Ka një ndryshim të qëndrimeve prej partive opozitare, prej deputetëve, pse nuk po ndryshoni qëndrimin pas parasysh të sipërndërtimeve të përfaqësuesve të partive opozitare, nëse ju lëvizni do të lëvizni ata. Cila duhet jetë lëvizja jonë? Shiko, unë nuk e kuptoj atëherë pse ne duhet i nënshtrohemi një procesit të tërë zgjedhor, prej cilit duhet ta presim kush do dalë fituesi dhe si i tillë fituesi ta ekzistoj të drejtën për të propozuar kandidatin e vet për kryetar të kuvendit. Kjo është e drejtë ekskluzive e lëvizjes vetëvendosje dhe sigurisht ne nuk mund të funksionojmë me këto lloj kërkesash të partive opozitare, sepse të njëjtat më pastaj në procesin e radhës do t'i propozojnë kandidatët e tyre për nënkryetar, për cilët edhe ne mund t'i kemi dilemat e tona, por s'do të bllokohemi sepse do t'i respektojmë si kandidat të propozuar nga subjektet e tyre politike. Pra, unë nuk mendoj që është problemi tek emri cilin po e propozon lëvizja vetëvendosje, unë mendoj që kjo është vetëm një arsye për cilën, pra pas së cilës po qëndron opozita duke thënë që ne nuk e votojmë zonjën Haxhiu dhe si rezultat nëse po doni të ecim përpara ndryshojeni emrin. Po, ne nuk mund të futemi në këto lloj kërkesash të partive opozitare, sepse jemi subjekti që ka fituar zgjedhjet e 9 shkurtit me 42% dhe e kemi të drejtën ekskluzive për të propozuar kandidatin që ne brenda organizatës dakordohemi që tjetë ky kandidate që në këtë rast është zonja Haxhiu. Kështu që nuk mendoj që kjo është arsye për të thënë që ju po kërkoni nga ta të tërhiqen, po s'po tërhiqeni vetë, sepse madje kemi parë që partitë opozitare, në këtë rast PDK-ja vazhdimisht ka thënë, ka shtuar listën e personave cilët ata nuk janë të gatshëm t'i votojnë, që do të thotë që nuk është problemi tek zonja Haxhiu, thjesht problemi është që ata nuk po duan të ecin përpara me konstituime të mbrim deri tek procedurat e tjera, sepse thjesht po duan ta mbajnë edhe më tej të bllokuar institucionin më të rëndësishëm vend, duke mos marrë pjesë fare në votim dhe duke vazhduar arsyetimet e njëjta për javë tashmë, në vend se tashmë të votonim dhe të ecnim përpara dhe vendi t'i kishte edhe institucionet funksionale. Ne kemi dy kërkesa që po i presim opinionet e gjykatës kushtetuese në lidhje me ato dy kërkesa shumë të rëndësishme. Njëra prej tyre pra ka të bëjë me procesin e votimit të votave të mërgatës. Nuk kemi marrë përgjigje ende, mendojmë që shumë e rëndësishme që të kemi një opinion të gjykatës kushtetuese sa i përket kësaj kërkese që ka dërguar lëvizja vetëvendosje. Ne nuk jemi në presion si deputet të lëvizjes vetëvendosje, dhe unë po flas ekskluzivisht në emër të grupit ton parlamentar dhe jo në emër të deputetëve të tjerë, sepse s'kemi për çfarë të jemi në presion përderisa jemi në përputhje me atë çfarë aktvendimet e gjykatës kushtetuese thonë, rregulloria e punës së kuvendit fot, jemi në kuvend në çdo seancë duke marrë pjesë në votim sepse po duam të përfundojmë një proces shumë të rëndësishëm siç është konstituimi i kuvendit. Po besoj që ata që duhet të jenë në presion janë deputetët që po vinë në sallë të kuvendit, por s'po i përgjigjen fare me votim kësaj procedure. Po. Për kandidatin e për kryetar parlamenti, i keni edhe përgjegjësi gjithashtu sepse keni fituar 28 vende në kuvendin e Kosovës. Çfarë keni bërë ju si parti e parë, do të thotë kohëve të fundit për të kaluar këtë ndërsh? Çfarë keni bërë konkretisht, apo do të vazhdoni të përdorni folklorën për të hedhur akuza ndaj opozitës dhe për të pritur ndoshta gjykatën kushtetuese qoftë të zgjidhë seanca? Këto nuk janë akuza, nëse ju ishini si të tilla, këto nuk janë akuza, janë thjesht është realiteti me cilin po përballemi për javë tashmë, pavarësisht që dikush prej jush edhe mund t'i shohë si akuza, ne thjesht po e shpërfaqim një realitet cilin po mundohet ta e shtrembroj vazhdimisht pikërisht nëpër këto foltore përfaqësuesit e partive opozitare në kuvend. Sa i përket asaj se çfarë kemi bërë ne, ju e dini që vazhdimisht ka pasur ftesa në drejtim të partive për të parë mundësinë për të zgjetur një kompromis në mënyrë që të ecim përpara.
edhe para thirrjes për konstituim, por edhe gjatë kësaj periudhës kur jemi në përpjekje për të konstituar Kuvendin e Kosovës, kemi pasur vazhdimisht kërkesa ndaj dy subjekteve politike, PDK-s dhe LDK-s, sepse këto dy subjekte politike do të kemë përfaqësim me nënkryetar në kryesinë e Kuvendit, e kemi menduar që bashkarisht edhe mund të diskutojmë për mënyrën se si të dalim prej kësaj blokade që prej tyre është krijuar, por ju jeni dëshmitar dhe e dini cila ka qenë përgjigjja e tyre dhe sa kanë qenë ata të gatshëm të jenë bashkëpunues i përket zhbllokadës së situatës, edhe që vazhdimisht ka qenë e njëjta kërkesë dhe vetmja kërkesë ndrimi i emrit të kandidatit, por nuk besojmë, vazhdojmë edhe më tej të besojmë që ky nuk është problemi dhe se edhe vetë partitë opozitare janë të vetëdijshëm që ky nuk është problemi, pra emri i kandidatit që është propozuar prej lëvizjes vetëvendosje nuk është arsyeja pse Kuvendi është duke mbetur i bllokuar, arsyeja pse Kuvendi po vazhdon të mbetet i pa konstituuar, është pikërisht sepse këto parti opozitare po duan të vazhdojnë ta mbajnë këtë situatë si të tillë, duke mos marrë pjesë fare në proces të votimit. Pra ne kemi bërë disa hapa, jo një, jo dy, por disa hapa radhazi dhe nuk kemi marrë përgjigje pozitive për këtyre partive politike, të paktën të shohim që ka një gatishmëri të kontribojnë në zhbllokim të situatës. Është e vërtetë që kemi fituar 48 mandate, por mos harrojmë edhe një gjë që konstituimi i Kuvendit nuk është vetëm përgjegjësi e partisë fituese, është përgjegjësi dhe barë e secilit deputet që është pjesë e Kuvendit të Kosovës dhe e secilës parti politike që përfaqësohet brenda këtij Kuvendi. Nëse flasim për krijimin e qeverisë, atëherë po pajtohem që është përgjegjësi ekskluzive e vetëvendosjes për të bërë numrat. Po kur jemi tek çështja e kryesisë e konstituimit të Kuvendit, kryesia e Kuvendit nuk përbëhet vetëm prej deputetëve të vetëvendosjes, pra ka deputet edhe të partive të tjera politike, që të thotë që është përgjegjësi e secilit prej nesh pa dallim që të arrijmë një kompromis dhe të ecim përpara. So herë vetëvendosja ka bllokuar konstituimin e Kuvendit, sepse unë nuk e mbaj mend në historinë parlamentare ndonjëherë që konstituimi i Kuvendit është bllokuar si rezultat i vetëvendosjes, i mos marrjes pjesë në votim ose si rezultat i krijimit të këtyre precedentëve që i ka krijuar kjo opozitë për herë të parë në Kosovë kësaj here. Do të thonë unë nuk e mbaj mend ndonjëherë që një gjë e tillë ka ndodhur si rezultat i vetëvendosjes. Ka ndodhur kësaj here si rezultat i partive opozitare sot, cilat vazhdimisht po e përdorin si të vetmin mjet që momentalisht e kanë duart e tyre që të mos marrin pjesë në votim. Edhe përgjigjja ime ishte konkrete që as edhe një herë të vetme Kuvendi nuk është mbajtur i bllokuar si rezultat i vetëvendosjes dhe ky është një dallim goxha i madh cilin mendoj që është mirë ta bëni. Po. Besoj që mund t'ju referoheni si opozitë sepse nuk ka konstituim Kuvendi. Unë ju referohem si të tillë siç ishin. Ata kanë qenë opozitë në Kuvend për 4 vite me radhë dhe për mua janë ende përderisa ai kemi një legjislaturë të re në të ardhmen. Mund të mos e quani ju, unë e quaj opozitë. Po, patjetër. Si do qoftë gjatë 40 orëve pra që kaluan, konkretisht a mund t'i njëroni 3 veprime që ka bu lëvizja vetëvendosje për me zhblloku situatë? Jam shumë kurioze me ditë këto lloj pyetjesh a ja bëni partive opozitare dhe të pyesni nëse ata kanë vetëm një veprim të vetmin që shkon drejt zhbllokimit të situatës, sepse vazhdimisht të lutem po flas, pak respekt. Vazhdimisht keni tendencën ta sulmoni lëvizjen vetëvendosje, ndërkohë që as edhe një herë të vetme nuk e shpërfaqni faktin që lëvizja vetëvendosje në vazhdimsi përgjatë gjithë kësaj periudhe pak më shumë se një mujore ka bërë përpjekje që të nxirret situata prej kësaj bllokade që është ardhur si rezultat i këtyre partive opozitare që janë pjesë e Kuvendit. Pra, lëvizja vetëvendosje ka bërë në vazhdimsi veprime, por ne nuk mund të rrim gjatë gjithë kohës duke ju adresuar subjekteve politike cilat nuk reflektojnë për mënyrën se si po veprojnë për seanca të tëra radhazi tashmë dhe po vazhdojnë të mbajnë qëndrime të njëjta të pabazuara, të paargumentuara thjesht për kontribuar edhe më tej në procesin e bllokimit. Kështu që nuk është ideja tua them 3 veprime 48 orëshit të fundit, sepse ka ma shumë se 3 veprime që janë bërë përgjatë gjithë kësaj periudhe mujore, për cilat ne vazhdimisht kemi folur, për cilat unë fola dhe pak më parë nëse më dëgjuat. Pra, lëvizja ka bërë vazhdimisht veprime për të kontribuar në zhbllokim të situatës që është krijuar tashmë në Kuvend, por ama për të pasur një zhbllokim kërkohet reflektim
prej partive që kanë krijuar këtë blokadë. E një gjë të tillë unë dorën zemër nuk po e shoh. Ne jemi duke kërkuar nga gjithë deputetët pa dallim që të jenë kontribues të zhbllokimit të kësaj situate, sepse po e përsërisht është bare si cilës parti politike tjetë pjesëmarrës në konstituimin e kuvendit dhe t'jap fund një herë mirë kësaj situatës që tashmë është krijuar prej javësh. Lëvizja Vetëvendosje vazhdimisht ka bërë përpjekje që ta arrijë një gjë të tillë duke u munduar vazhdimisht t'jap argumentet mjaftueshme para opinionit për të kuptuar ku qëndron problemi dhe ku qëndron arsyeja pse kuvendi po mbahet I bllokuar edhe më tej, dhe po besoj që ndoshta po t'ishte mundsuar votimi I fshetit I cili po parandalohet madje edhe me mos krijimin e komisionit që e mundson votimin e fshet në kuvend, do të kishim pasur një rezultat ndryshe. Pra po shohim që ka shumë arsye për të menduar që kjo thjesht është dëshirë e opozitës ta mbajë të tillë situatën, sepse ndoshta po e formuan komisionin, mund të kemi një rezultat ndryshe tek votimi I fshet, ose ndoshta mund të kenë të tjerë deputet që edhe mund t'i kontribuojnë zhbllokimit të kësaj situate, sepse kemi parë që brenda partive politike ka mendime të ndryshme të deputetëve në raport me situatën që është krijuar. Megjithatë kemi një blokadë e parsyeshme që është krijuar tek mos krijimi I komisionit, ndërkohë që edhe mund të krijohet, edhe mund të mos krijohet prap me pjesëmarrje, pra me votim, por as nuk po ndodh njëra, as nuk po ndodh tjetra, sepse qëllimi vetëm është që të vazhdojë edhe më tej kjo blokadë që është krijuar. Unë ju falenderoj shumë. Pra të nderuar shikues, kemi ndjekur kështu deputetën e Lëvizjes Vetëvendosje Arbresh Kryeziu, ku sërish ka akuzuar parti tjera të cilat nuk po marrin pjesë në votim të komisionit për votim të fshet. Pra sipas saj, partit tjera, pra partit opozitare, po vazhdojnë të bëjnë shkelje. Të nderuar shikues, ne do të tentojmë të lidhemi me gazetarën jashtë kuvendit Edon Podgorica, e cila na bëj edhe një përmbyllje, pothuajse kemi mbritur në fund të këtij edicioni special. Edon, nëse më dëgjon? Të nderuar shikues, nuk e kemi Edonën në linjë të drejtë për drejtë, ne duke shpresuar se kemi arritur t'ju informojmë me kohë për gjitha zhvillimet që kanë ndodhur sot. Këtu po e përmbyllim edhe këtë edicion special ku tentua sërish që të gjendet një zgjidhje rreth konstituimit të kuvendit. Pra faleminderit që na keni ndjekur, mirupafshim.